Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, fillojmë këtu kronikën tonë informative. Ktheu nga ke ardhur, Trump sulmon ligjvënësit musliman që ndërpren fjalimin në Kongres. Një debat i nxehtë politik shpërtheu në Shtetet e Bashkuara pas fjalimit të Donald Trumpit për gjendjen e kombit, ku kongresistët demokrate Ilhan Omar dhe Rashida Tlaib e denoncuan publikisht presidentin nga salla e Kongresit. Të nesërmen, Trump ju përgjigj në platformën Truth Social, duke i quajtur dy kongresistet me IQ të ulët e duke sugjeruar se duhet të institucionalizohen. Ai përdori terma përshmues duke i përshkruar si të shmendura dhe të sëmura dhe u bëri thirrje të kthehen nga ku kanë ardhur. Në të njëjtin postim, presidenti përfshiu dhe aktorin Robert De Niro, të cilin e quajti gjithashtu të shmendur dhe me IQ jashtëzakonisht të ulët. Debati filloi pasi Omar dhe Tlaib ndërpren fjalimin e Trumpit për të kundërshtuar komentet mbi emigracionin dhe një hetim të komunitetit somalez në Minnesota. Sipas mediave, ato broritën duhet të turpërohesh dhe gënjeshtar duke kritikuar politikat e administratës për emigracionin. Reagimet nga demokratët ishin të ashpra. Hakeem Jeffries, udhëheqësi i pakicës në dhomën e përfaqësuesve, e quajti retorikën e Trumpit të turpshme, jo presidenciale dhe jo patriotike. Pete Aguilar, kryetari i grupit demokratik, mbrojti Omar dhe Tlaib, duke theksuar se ato janë përfaqësuese të zgjedhura në kontakt me komunitetet e tyre. Trump ka përdorur një gjuhë të ngjashme urrëtie kundër kongresistëve progresive dhe komuniteteve që ato përfaqësohen qysh nga viti 2019, duke shkaktuar kritika dhe akuza për racizëm. Omar ka deklaruar se retorika e presidentit ka kërcënuar madje jetën e saj dhe komunitetin që përfaqëson, duke kërkuar masa sigurie shtesë. Shtetet e Bashkuara dhe Irani do takohen për bisedime bërthamore mes frikës për konflikt ushtarak. Zyrtarët amerikanë dhe iranian pritet të zhvillojnë një raund të ri bisedimesh bërthamore në Gjenevë, me 26 shkurt, i cili shihet si përpjekja e fundit për të shmangur një konflikt të madh ushtarak midis dy vendeve armike. Raundi i tretë i bisedimeve pritet të ndodhë në një kohë kur presidenti Donald Trump përshërton mundësinë për veprim ushtarak, nëse nuk arrihet ndonjë marrëveshje për ta frenuar programin bërthamor të Iranit. Shtetet e Bashkuara ka vendosur tashmë 2 aeroplan mbajtëse pranë Republikës Islamike. Ministri i jashtëm iranian Abbas Araghchi u nis nga Teherani për në qytetin zviceran me 25 shkurt dhe pritet të zhvillojë bisedime me dërguarin e shtëpisë së Barë Steve Witkoff dhe dhëndin e Trumpit Jared Kushner. Përfaqësuesit e Omanit do të veprojnë si ndërmjetës, si dhe janë bërë dhe raundet e mëparshme. Si palët zhvilluan bisedime indirekte në fillim të muajit në Oman, të parat qysh nga bombardimi i objekteve kryesore bërthamore të Iranit dhe nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara gjatë një konflikti të shkurtër në qershor. Raundi i dytë i bisedime u mbajt në Gjenevë më 17 shkurt. Në 2 raundet e para nuk u shënua përparim dhe pikat kyçe të mosmarrëveshjes mbetën të pasgjidhura. Gjatë bisedimeve Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar që Irani të ndalojë plotësisht pasurimin e uraniumit dhe të heqë dorë nga rezervat e tij për rreth 400 kilogramësh uranium të pasuruar, hapa që do ta pengonin Teheranin të zhvillojë armë bërthamore. Teherani këmbgul se programi i tij bërthamor ka qëllime paqësore dhe civile, si prodhimi i energjisë elektrike. Irani ka lënë të kuptohet se është i gatshëm të bëjë lëshime në këmbim të heqjes sanksioneve amerikane dhe njohjes së drejtës së tij për të pasuruar uranium. Por Shtetet e Bashkuara kanë mendim krejtësisht tjetër. Kuba pretendon se vrau 4 persona një motoskaf amerikan pas një konfrontimi. 4 personat që u vranë nga roja kufitare kubaneze në bordin e një skafi me targat Floridës rezulton se kishin lindur në Kubë, po jetonin Shtetet e Bashkuara, bëri të ditur ambasada kubaneze. Sipas autoriteteve të Havanës, mjeti lundrues syri në ujërat territoriale të vendit në atë që u cilësua si një tentativë infiltrimi armatosur me qëllime terroriste, çka solli ndërhyrjen me armë zjarri nga forcat kufitare. Në bord ndodheshin 10 persona të armatosur, ndërsa autoritetet kubaneze pretendojnë se janë gjetur pushka automatike, pistoleta, kokteje molotov dhe armë të tjera. Nga viktimat është identifikuar me emër Michelle Ortega Casanova, ndërsa emrat e 3 të tjerëve të vrarë
nuk janë bërë publik deri tani. 6 plagosurit që mbjetuan për plasjes janë Amihail Sanchez Gonzalez, Leonard Enrique Cruz Gomez, Conrado Galigo Sariol, Jos Manuel Rodriguez Castello, Cristian Ernesto Acosta Guevara dhe Roberto Azcora Consuegra. Ndërkohë një tjetër shtetas kubanez, Daniel Hernandez Santos, është arrestuar në territorin e vendit pasi sipas Havanës ishte dërguar nga Shtetet e Bashkuara për të pritur personat e armatosur në breg dhe dyshohet që ka pasur rolin e tij në operacion. Ambasada kubaneze deklaroi se 2 nga të plagosurit, Gonzales dhe Gomez, ndodheshin në listën kombëtare të personave të kërkuar për përfshirje në akte terroriste brenda dhe jashtë Kubës. Megjithatë, një zyrtar i tha New York Times se personat në skaf mund të kenë qenë duke tentuar të largonin familjarët e tyre nga Kuba duke hedhur dyshime mbi versionin zyrtar të Havanës. Për shtetësinë e personave në bord, Departamenti i Shtetit i referua deklaratave të mëparshme të sekretarit Marco Rubio, i cili premtoi se SBA do të zbulohet saktësisht se çfarë ka ndodhur. Emri i tij në dokumentet për Epstein, ish sekretari amerikan i thesarit dorëhiqet nga Harvardi. Ish sekretari i thesarit të Shtetit të Bashkuar Larry Summers njoftoi dorëheqjen nga pozicioni i tij si profesor në Universitetin e Harvardit në fund të vitit akademik pas publikimit të dokumenteve që lidhen me financierin e dënuar për krime seksuale Jeffrey Epstein, raportoi New York Times. Sipas të dhënësit të Harvardit, Jason Newton, dorëheqja vjen si pjesë e shqyrtimit të dokumenteve të publikuar nga qeveria amerikane mbi rastin Epstein. Summers, i cili shërbeu si sekretar i thesarit nën presidentin Bill Clinton dhe më pas si presidenti i Harvardit, kishte paralajmëruar më parë në nëntor se do të riqej nga jeta publike, por planifikonte të mbante pozicion akademik. Ai dha gjithashtu dorëheqje nga bordi i OpenAI dhe mori pushim nga detyrat e tij si dekan i shkollës biznesit dhe qeverisjes. Dokumentet përfshin komunikime personale me Summers dhe Epstein, por nuk tregojnë ndonjë shkelje ligjore nga ana e tij. Summers deklaroi se ndihet thellësisht i turpëruar për veprimet e tij dhe dëshironte të riqej për të riparuar marrëdhëniet me familjen e tij. Trump dhe Zelensky në bisedë telefonike. Presidenti i Ukrainës e falenderova për gjithë përpjekjen për t'i dhënë fund luftës. Presidenti amerikan Donald Trump ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun e Ukrainës Volodymyr Zelensky. Sipas mediave të huaja, presidenti Zelensky ka ndarë detajet të kësaj telefonate, së cilës ai thotë se ju bashkuan edhe të dërguarit amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner. Ekipet tona po punojnë shumë tani dhe i falenderova për gjithë përpjekjet dhe përfshirjen e tyre në negociata për t'i dhënë fund luftës, tha Zelensky. Zelensky shtoi se ata diskutuan çështjet mbi të cilat do punohet në bisedimet e paqes në Gjenevë dhe në negociatat e ardhshme trepalëse në fillim të marsit. Shpresojmë se kjo do të na lejojë të kalojmë në negociata në nivelin e udhëheqësve, shtoi Zelensky. Presidenti Trump mbështet këtë sekuencë hapash, vetëm në këtë mënyrë mund të zgjidhim të gjitha çështjet komplekse dhe të ndjeshme dhe më në fund të japim fund luftës, vijoi më tej Zelensky. Kujtojmë se Zelensky më parë ka thënë se është gati të takohet me presidentin rus Vladimir Putin në terren neutral për të çuar përpara negociatat e paqes. Kur u pyet për një takim të tillë, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peshkov vuri në dyshim nëse ka ndonjë kuptim të mbahet një samit midis dy udhëheqësve, ndërsa Ukraina mban qëndrimin e saj aktual në negociata. E frikshme, hapet toka në Shtetet e Bashkuara, rruga glabëron papritur 2 makina. Një ngjarje e rrallë e frikshme ndodhi të martën në mesditë në Omaha, në Shtetet e Bashkuara, ku një pjesë e rrugës papritmas u shëmb dhe siç thon sink dhe glabëroi 2 automjete që po prisnin në sinjalin e kuq. Sipas pamjeve që kanë qarkulluar në internet, në 24 orët e fundit, një makinë e kuqe dhe një kamion çin prisnin në semafor, kur brenda disa sekondave rruga u fundos dhe të 2 automjetet u zhytën në tokë. Një ngjarje e rrallë e frikshme ndodhi të martën në Omaha, kur një pjesë e rrugës papritmas u shëmb dhe glabëroi 2 automjete. Sipas pamjeve që kanë qarkulluar në internet, në 24 orët e fundit, makina e kuqe dhe një kamion çin prisnin në semafor,
kur brenda disa sekondave rruga u fundos dhe 2 ato mjetët u zhytën në tokë. Vrasja e El Mencho, trondit Meksikën, 23 të burgosur të ratisur në kërkim. Policia në Meksik është vënë në kërkim të burgosëve që u aratisin nga një burg në Puerto Vallarta gjatë një valë sulmesh të nisura nga karteli gjeneratës së re të Jalisco të dielën. Puerto Vallarta ishte ndër qytetet ku CJGN blokoi rrugët dhe dogji makina si akmarrje për vrasje nga forcat e sigurisë të udhëheqësit të tyre Nemesio ose Guerra Cervantes, i njohur si El Mencho. Gjatë trazivrave, burrat armatosur goditën një makinë një nga portat e burgut duke hapur rrugën për arratisjen e 23 të burgosurve. Më shumë se 70 persona, përfshirë 25 pjesëtar të gardës kombëtare, u vranë gjatë operacionit për kapjen e El Menchos dhe dhunës që pasoi. Juan Pablo Hernández, sekretari i sigurisë për shtetin Jalisco, tha se zyra e tij po punonte me shtetet e tjera për të kapur të arratisurit. Zyrtarët ende nuk kanë publikuar detaje mbi identitetin e burgosurve që u arratisën. Antarët e kartelit dogjën disa automjete në Puerto Vallarta të dielën, turistët dhe banorët u tronditën shumë dhe janë njoftuar të qëndrojnë brenda qendrave turistike. Trump përmend Kosovën në fjalimin vjetor para Senatit. Ndaluam konfliktin me Serbinë. Presidenti amerikan Donald Trump ka përmendur Kosovën gjatë fjalës së tij vjetore para senatorëve në Washington, duke rënditur atë mes rajoneve ku sipas tij administrata që ai drejtoi ndihmoi në uljen e tensioneve dhe shmangjen e konflikteve. Gjatë fjalimit Trump listoi një sër shtetesh dhe zonash problematike në botë, për cilat deklaroi se janë ndaluar luftrat ose janë stabilizuar marrëdhëniet, ndërsa theksoi se një nga arritjet ishte ndërmjetësimi për normalizimin ekonomik mes Kosovës e Serbisë. Ai paraqiti këtë si shembull të diplomacisë së tij dhe rolit të Shtetit Bashkuar në parandalimin e përshkallëzimin e situatave të rrezikshme. Trump i referua marrëveshjes të nënshkruar në Shtëpinë e Bardhë në vitin 2020, ku Kosova dhe Serbia ranë dakord për një paket angazhimesh ekonomike që synonin pashpunimin në infrastrukturë, energji dhe lëvizjen e lirë të mallarve. Sipas tij, këto veprime ndikuan drejt për drejt në uljen e tensioneve në rajon. Përmendja e Kosovës në fjalimin vjetor dhe kaq të rëndësishëm në Shtetet e Bashkuara konsiderohet një moment me peshë politike dhe diplomatike, pasi rikthehen në vëmendje rolin e Washingtonit në dialogun Kosovë-Serbi. Deklarata pritet të ngjallë reagime si në Prishtinë dhe Beograd, ndërsa vjen në një periudhë ku procesi i dialogut për normalizimin e plot marrëdhënieve mes dy vendeve mbetet ende i hapur dhe me sfida. Reagon Hari Bayraktari, spoloboj kundër Vjosa Osmanit. Veprimtari i njohur shqiptar në Shtetet e Bashkuara, Hari Bayraktari, ka reaguar ashpër ndaj një artikullit publikuar nga gazetari Xhemal Rexha, duke cilësuar pretendimet për lobim kundër presidentes si të pavërteta dhe absurde. Bayraktari theksoi qartë në shkrimin e tij në Facebook se nuk ka asnjë ambicie për të bërë president i Kosovës, duke hedhur poshtë çdo spekullim për synime politike personale. Ai sfidoi publikisht autorin e shkrimit që të paraqesë qoftë një fakt të vetëm që dëshmon se ka vepruar kundër presidentes Vjosa Osmani apo kundër ndonjë udhëheqësi tjetër të vendit. Përkundërzi, Bayraktari nënvizoi se ka mbështetur publikisht Osmanin dhe vazhdon ta konsiderojë atë si kandidatën e duhur për një mandat të dytë. E ftoi publikisht paraqesë qoftë një fakt të vetëm që dëshmon se unë kam punuar kundër presidentes apo kundër ndonjë presidenti apo kryeministit të Republikës Kosovës. Një pretendim i tillë është i pabazë dhe absurd. Unë e kam mbështetur publikisht presidenten Vjosa Osmani dhe vazhdoj të qëndroj pas vlerësimit tim se ajo është kandidatja e duhur për një mandat të dytë si presidente e Kosovës, thuhet në këtë shkrim. Boksieri shqiptar Kristian Prenga shkatëron kundërshtarin në 2 minuta. Boksieri shqiptar Kristian Prenga ka shënuar një tjetër fitore spektakolare në karrierën e tij profesionale, duke triumfuar në mbrëmjen e së shtunës në Atlantic City në Shtetet e Bashkuara. Prenga dominoi që nga sekondat e para përballjen ndaj amerikanit Joe Jones, duke vënë nën presion me kombinime të fuqishme dhe goditje precize. Ritmi i lartë e agresiviteti i tij bën që ndeshja të përfundonte brenda vetëm 2 minutash, duke i dhënë shqiptarët një tjetër fitore me knockout. Në këtë sukses,
Pre nga arriti 20 fitore me knockout në karrierën e tij dhe një statistikë që konfirmon fuqinë dhe dominimin e tij në kategorinë përkatëse të peshës. Performanca e tij u prit me entuziazëm nga tifozët shqiptar të pranishëm në sallë si dhe nga ata që ndoqën ndeshjen nga afër. Pas përballjes ai falenderoi mbështetësit për përkrajën e jashtëzakonshme dhe ja dedikoi fitoren të gjithë shqiptarëve. Kampioni premtoi se do rikthehet edhe më i fortë në ndeshjet e ardhshme, duke vazhduar të përfaqësojë Shqipërinë në skenën ndërkombëtare të boksit. Grupi artistik shqiptar Albanian Eagles Dance performoi në Art Fest Fort Myers në Florida. Albanian Eagles Dance me drejtimin e Isabela Krosit pati nderin të performojë në Art Fest Fort Myers, duke përfaqësuar me krenari Shqipërinë dhe trashëgiminë tonë kulturore në një nga eventet më të rëndësishme artistike në Southwest Florida. Ne u ftuan të marrim pjesë në këtë aktivitet në emër të Cultural Heritage Center of Southwest Florida nga zonja Pearl Cruz, për të ndarë me komunitetin e gjerë bukurinë, historinë e traditat shqiptare. Gjatë këtij eventi, grupi ynë performoi vallën e Pipzave, të udhëhequr nga Joen Serifi në një duet të veçantë me Steos dhe Wendy Dacit, si dhe vallën e Rajcës, të udhëhequr nga Elisa Qytyku. Grupi ynë përpëhet kryesisht nga fëmijë të diasporës shqiptare, shumë prej tyre të presit parë në Amerikë. Përmes vallëve tradicionale, kostumeve kombëtare dhe muzikës, ata krijojnë një lidhje më të fortë me rrënjët e tyre dhe zhvillojnë krenarinë për identitetin shqiptar. Albanian Eagle Dance performon në gjithë Southwest Florida me misionin për të ruajtur dhe promovuar kulturën shqiptare tek brezat e rinj. Njoftim publik nga shoqata Malësia e Madhe për sjelljet aty. Këshilli drejtues i shoqatës Malësia e Madhe në New York ka mbajtur të shtunën me 21 shkurt zgjedhjet e rregullta për kryetar të shoqatës. Me shumicë votash, Senad Lulanaj është rikonfirmuar në krye të shoqatës edhe për një mandat tjetër 2 vjeçar. Kryesia e re e shoqatës përbëhet si më poshtë kryetar zoti Senad Lulanaj, nën kryetar Gjek Junçaj, Agron Lulgjuraj, sekretar Driton Sinishtaj, Kiko Çelaj, arktar Nikol Bojaj, arktar Ilir Çunmulaj, arktar. Falenderojmë gjithë anëtarët për pjesëmarrjen dhe angazhimin e treguar. Doktor Athanas Gegaj, editori i Diellit dhe sekretari i Vatës, u përkujtua në New York. Më 22 shkurt, Doktor Athanas Gegaj, editori i Diellit dhe sekretari i Vatës, u përkujtua në New York. Një sesion shkencor të organizuar nga Fondi Humanitar Trieshi në Tesoro d'Italia restorant, me një pjesëmarrje të studiuesve, gazetarëve, historianëve, veprimtarëve të shuar të komunitetit në Mërgatën e Amerikës. Aktiviteti kulturor përndëruar Doktor Athanas Gegajn si shembull patriotizmi i shkencës, publicistikës dhe me kontributet të rëndësishme në shkencë, gazetari, fe e kulturë shqiptare, u prezantua denjësisht nga Kol Cacaj. Në fjalën e misardhjes, kryetari i Fondit Humanitar Trieshi, Gjon Gjokaj, theksoi se Doktor Athanas Gegaj është një nga figurat më ikonike të kulturës së nacionalizmit shqiptar në shekullin e 20. Gazetari Gjek Gjon Lekaj diskutoi rreth kontributit të Gjon Gjekës Lucaj për hapjen e shkollës shqipe në Triesht, tezën e Gegajt se Kosova është e Shqipërisë dhe Kosova duhet bashkohet me Shqipërinë. Diplomati Virgjil Kule theksoi se veçanta e Gegajt është se ndryshe nga të tjerët që kishin marrë si piknisje baletin, ai ishte bazuar në veprën e hershme të anonimit nga Tivari për të shkruar në frëngjisht disertacionin e tij Shqipëria dhe invazioni turk në shekullin e 15. Po në atë vit Noli kishte përfunduar veprën e tij mbi Skënderbeun. Editori i Diellit Sokol Paja analizoi veprimtarinë e Doktor Athanas Gegajt si editor i gazetës Diellit. Doktor Gegaj si editor dhe funksionar i Vatës ruajti ndershmërisht balancat në Federatën Vata. Në gazetën Diellit promovoi kulturën, vlerat, idetë amerikane në jetën e komunitetit shqiptar, promovoi kulturalisht historinë, gjuhën, kulturën dhe identitetin kombëtar shqiptar, luftoi pa mëshirë diktaturën, tiraninë dhe regjimin shtypës të Tiranës, bashkoi, promovoi, zhvilloi dhe integroi komunitetin shqiptar në Amerikë. Studiuesi Dr. Paulin Marku në fjalën e tij theksoi se Dr. Athanas Gegaj është një figurë e rëndësishme në historinë e Vatës, veçanërisht në profilin e tij si editor i gazetës Dielli për periudhën 63-71. Ai kishte profil sfikatur në diasporë sepse ishte aktiv në jetën komunitare, si në lëvizjet politike, bloku independent, sekretar dhe redaktor i gazetës L'Albani Libre,
organizator me ballin kombëtar e të tjerë. Historiani Zef Ujkaj analizoi veprat Albania të autorëve Athanas Gege dhe Recep Kresniqi, një botim i emigracionit politik, publicistik dhe intelektual, duke synuar të informojë, sensibilizojë opinionin ndërkombëtar mbi realitetin historik e shoqëror të Shqipërisë së Bashku, por dhe për rrjedhat historike të saj. Shkrimtari Lulash Palushaj në kumtesën Veprimtaria Patriotike Shkencore e Athanas Gegajt shpalosi vlerat akademike të doktor Athanas Gegajt, formimin e tij si njohësi shumë gjuhëve të huaja, aspektet veprimtarisë adetare në Amerikë, Evropë dhe profilin e tij si studiues të veprës Skënderbeut. Gazetari Zef Përkega në kumtesën Origjina e Skënderbeut në veprën e Athanas Gegajt theksoi se Athanas Gega në tregoi se malësorët si arbreshët shqiptar në Itali dhe jo arbreshët e Italisë janë, sipas tij, esenca origjinale e painfektuar e paqes kombëtare. Ai konceptonte Gjergj Kastriotin si baba i kombit, por qeveritarët nuk e pranuan si të tillë. Pata nderin edhe unë, pse jo i pranishëm, që kumtesa ime të lexohej nga Elena Lubonja Ujkaj dhe shpreh vlerësimin se Athanas Gegaj nuk i besoi BM-it nga naiviteti, por nga bindja se historia e Skënderbeut nuk mund të ndërtohet mbi një zë të vetëm. Debati mes BM-it, Babingerit, Marineskut dhe Frashërit pasqyron rrugën e gjatë të historiografisë shqiptare, nga mitit drejt dokumentit, nga rrëfimi historik drejt analizës kritike, duke vënë në dukje rolin e veçantë të Athanas Gegajt. Gazetari i shquar Frans Krejli në kumtesën lexuar nga Driton Sinishtaj shprehet se figura të larta të kombit si Athanas Gegaj duhet të kthehen një herë mirë për hir të vërtetës historike. Në qendër të debatit shkencor dhe akademik, Nikol Gegaj, nipi doktor Athanas Gegajt, përshëndeti me një letër të pranishmit mbi rëndësinë e aktivitetit, ndërsa nipi tjetër, Zef Olaj, mbajti një fjalë falënderuese dhe emocionale. Gjithashtu Det Samaj, njohësi doktor Athanas Gegaj, tregoi për aspektet veçanta të takimit me të në Itali kur organizoi festa e flamurit kombëtar. Gjek Gjolekaj apeloi në fund të aktivitetit që Shqipëria dhe Kosova duhet i bëjnë nderimet më të larta doktor Athanas Gegaj si personalitet i shquar kombëtar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Recitali i AMA 2026. Në recitalin AMA edicioni 13, ne ndjema të vazhdimësi të qetë që ndërtohet vetëm në vite pas një pune serioze. 13 vite nuk janë pak, janë kohë mjaftueshme për një ide që të kthehet në traditë. Salla ishte e gjallë, fëmijë të vegjël që ndiqnin me sy hapur çdo tingull, të rinj që e kuptonin peshën e momentit, prindër dhe gjyshër që mbanin në fytyrat e krenarinë e heshtur që vetëm kultura e ruajtur mund ta japë. Ishte një publik i përzierë në moshë, por i bashkuar në ndjeshmëri. Programin kishte maturi artistike dhe rrjedhë natyrale, repertori klasik, loja me instrumente muzikore, vallja, kënga, poezia dhe elementi tradicional shqiptar komunikonin pas forcim. Si njerëz që e njohin disiplinën e skenës, ne ndjejmë kur një koncert ka strukturë dhe kjo mbrëmje kishte një moment me peshë të veçantë. Ishte për kujtimi të ndjerit Sami Elezi, një kontribues i madh i muzikës shqiptare në Kërçov. Përmendja e tij ishte një akt respekti dhe kujtese se arti kërkon përkushtim afatgjat. Mirënjohje nga Besar Tabashën për qartësinë dhe ndjeshmërinë e saj artistike, për shoqatën Uskana në Shtetet e Bashkuara që prej 13 vitesh po mban të standard me dinjitet. Në Australi, 2 shqiptarë në një foto, kryeministri albanezi dhe kryebashkiaku Mehmeti. Në Dandenong, një nga komunitetet më të mëdha shqiptare në Australi, u bë qendër një feste kulturore dhe fetare me hapjen e Ramazanit për vitin 2026, Night Market, organizuar nga Bright Community Organization. Ngjarja u shënua me pjesëmarrjen e kryeministrit të Australisë me origjinë shqiptare, të përndershmit Antoni Albanese dhe të kryebashkiakut me origjinë shqiptare Xhim Mehmeti. Kryeministri albaneze u shpreh gjeneratat muslimane australiane kanë pasuruar vendin tonë dhe sonte po festojmë së bashku me komunitetin në Dandenong. Gjatë muajit që vjen, le të mbajmë besimin, le të na rrethojmë me dashurinë dhe kujdesin e të tjerëve. Ndërkaq kryebashkiaku Xhim Mehmeti theksoi rëndësinë e ngjarjes. Ramazani është kohë reflektimi, bujarie dhe dëmshurie. Kjo ngjarje është e veçantë sepse fton gjithë komunitetin, njerëz nga gjitha bezimet e përjardhjet që të përjetojnë këto vlera së bashku. Kjo është
kohë për një kohezion social në veprim. Ramadan Night Market fton të gjithë me popularitet mbi 40.000 vizitorë në mbrëmjen e parë. Tregu do të jetë i hapur çdo natë të Ramazanit në Australi. Jehona e Shqipes, 4 dekada zë shqiptar në zemër të Evropës. Në Bruksel, më 23 shkurt 1986 në komunën e Sharbekut, një grup emigrantësh shqiptar morën për herë të parë mikrofonin në valët 105.4 FM. Në këtë kohë izolimi politik në Shqipëri dhe tensionesh të forta në Kosovë, ata vendosën të krijonin një hapësirë të pavarur informimi dhe komunikimi në gjuhën shqipe. Kështu pra lindi Jehona e Shqipes, emisioni që sot pas 40 vitesh përfaqëson një nga zërat më të gjatë të diasporës shqiptare në Evropën perëndimore. Në fillimet e saj, Jehona e Shqipes u ndërtua mbi përkushtim vullnetar. Moderatorët e bashkëpunëtorët punonin me mjete modeste, por me bindje të fortë. Gjua dhe identiteti duhet të mbroheshin edhe larg ateut. Programi u bë shpejt pikë referimi për komunitetin shqiptar në Belgjik. Gjatë viteve 90, ndryshimet historike në Shqipëri dhe zhvillime dramatike në Kosovë, roli i radios u thellua, ajo u shndrua në tribun të hapur diskutimi. Për shumë shqiptar në mërgim, valët e 105.4 FM ishin rruga më e drejtë për drejtë për zhvillimet dhe të njohur zhvillimet në atë. Në 40 vjetorin e saj, në studiot e Radio Panic, u zhvillua një emision i veçantë për kujtimor i mbushur me emocion dhe kujtesë. Gjallëria e kostumeve arbëreshe në pikturat e Jean-Pierre Huel. Në vitin 1782, piktori francez Jean-Pierre Huel përshkroi me ndjeshmëri të rrallë artistike veshjet tradicionale të grave arbëreshe të palaçit, duke kthyer ato në dëshmi të vyera historike dhe kulturore. I magjepsur nga eleganca, ngjyrat dhe simbolika e tyre, Huel synoi të bënte këto kostume të pavdekshme përmes artit të tij. Ai realizoi një sër punimesh ku paraqitej me detaje veshjet e festave, fustanet gjysmë festive, kostumet e dasmës për gra dhe burra, veshja e gruas martuar apo e vajzës së re si dhe veshja të përditshme. Thuhet se për të arritur gjallërinë e veçantë të ngjyrave, piktori përzieu bojrat e ujit me qymyr druri, duke krijuar një efekt të thellë të qëndrueshëm që i jep jetë çdo detaj të kostumit. Përmes panelit, Huel trashëgoi edhe trashëgimin arbëreshe jo vetëm të dokumentuar, por u ngrit në rangun e artit evropian të shekullit të 18. Dhe lajmi i fundit, Gustare Sicilia promovon Piana dei Albanesi trashëgimin arbëreshe. Emisioni televiziv Gustare Sicilia ka zgjedhur Piana dei Albanesi si protagoniste të një episodi të rikushtuar ekselencave të territorit, duke sjellë në vëmendje historinë, traditat, shihet unike të këtij komuniteti arbëresh në Sicili. Xhirimet u pritën me entuziazëm të madh nga banorët, ndërsa udhëtimi televiziv nisi me simbolin më të njohur gastronomik të zonës, kanonin e famshëm të Extra Bar Fratelli Peta, një ikonë cilësie dhe mjeshtërie që i njihet në mbar Sicilinë. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dhan fund kronikës sonë informative. Me urdhë kofshim për emisionet të tjera.